Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takohemi sërish edhe në këtë javë. Sonte në kuadër të emisionit do të flasim për ushqimet që duhen të konsumohen në këtë kohë të nxehtë. Çfarë duhet të eliminohet ose cilat janë dietat që përdoren për një shëndet sa më të mirë. Të gjitha këto do t'i flasim me doktoresh Egzona Jusufi, nutricioniste. Doktoresh, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit për ftesën. Egzona, tash e dim që kemi hyrë në një kohë të nxehtë, pra kemi pjesën e daljes nga koha e dimrit tek koha e verës. Por kjo po është problem për shumë persona. Sa ndikon kjo në shëndetin e tyre? Kalimi prej verës në dimër është një lloj sfide jo vetëm për persona të cilët kanë sëmundje të ndryshme kronike apo çfarëdo lloj gjendje shëndetësore, por për të gjithë personat. Për shkak se kemi një ndryshim të stilit të jetesës, ndoshta edhe vapat e madhe bën atë pak më të ndërlikuar, adaptime prej të ftohtit në të nxehtë, prandaj edhe duhet një kujdes shumë i veçantë për të ruajtur mirëqenien dhe shëndetin e këtyre personave. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kenë parasysh disa rregulla apo disa këshilla që të kalojmë sa më lehtë këtë periudhën e verës. A kemi ndonjë regjim që mund ta nisim këtë verë ose për ata persona që e kanë filluar? Zakonisht nuk ka ndonjë regjim specifik për periudhën e verës apo për periudhën e dimrit, mirë po janë disa gjëra që duhet të kemi parasysh, se më gjatë periudhës së dimrit, hidratimi është një prej gjërave kryesore të cilat ne duhet t'i kemi parasysh gjatë kësaj periudhe, për shkak se largohet një sasi shumë e madhe uje të manë të djersës dhe frymarrjes për shkak të nxehtit të madh dhe në këtë rast ajo duhet të zëvendësohet. Për shembull, kemi gjatë periudhës së verës duhet të merren 2 deri në 3 litra ujë nëse jemi në gjendje qetësie, mirë po duhet që të rritet sasia ujit nëse ata janë më aktiv dhe kanë ndonjë aktivitet fizik apo thjesht kanë kontakt me këtë nxehtin e madh cilën ata e kanë. Mandej është edhe pjesa e ushqimeve, duhet të kemi parasysh marrja e ushqimeve të freskëta. Tash është edhe periudha e verës dhe normalisht që regjimet ushqimore dhe dietat e ndryshme janë shumë më të lehta për t'i mbajtur, për shkak se edhe llojshmëria e ushqimeve dhe perimeve, frutave të freskëta është më e madhe dhe mund t'i gjejmë shumë më lehtë në treg, prandaj është shumë e lehtë që të mbahet një regjim ushqimor gjatë kësaj periudhe së verës. A mund të kthehet kjo në një stil jetese dhe është e rrezikshme për shëndetin e tyre që ta mbajnë gjithë këtë konstant? Jo, përkundrazi, ne duhet ta shfrytëzojmë verën në mënyrë që këtë regjim ushqimor të cilën ne shfrytëzojmë gjatë verës ta mbajmë konstant dhe ta kthejmë në një stil jetese, për shkak se ushqyerja gjatë verës mund të themi se është një ndër ushqyerjet më të shëndetshme që mund të bëhet, për shkak se siç thash edhe më herët, ne kemi edhe lloj-llojshmëri të ushqimeve të cilat i kemi në dispozicion dhe mbajtja e regjimeve ushqimore është shumë e lehtë, duke pasur parasysh sasinë e madhe të perimeve dhe frutave të cilat ne mund t'i gjejmë gjatë periudhës së verës dhe nëse ne i fusim në dietë apo në regjimin ton të përditshëm, atëherë ne shumë lehtë mund ta kthejmë atë në stil jetese, sepse nëse ne kemi 3 muaj verë apo më shumë dhe bëjmë konstant një regjim të shëndetshëm ushqimor, atëherë ajo do të kthehet në një stil jetese. Sa është e nevojshme të jetë trupi i dehidratuar në këtë kohë, duke ditë që edhe dimrit konsumojmë ujë, por më shumë verës na duhet? Siç thash pra edhe më herët, pra gjatë periudhës së verës ne largojmë një sasi më të madhe të ujit, të manë të djersës edhe manë të frymarrjes, edhe për këtë arsye ne duhet që të marrim një sasi më të madhe të ujit. Zakonisht personat duhet të marrin 2 deri në 3 litra ujë në ditë, mirë po nëse siç thash edhe më herët kanë ndonjë aktivitet fizik apo thjesht kanë kontakt me nxehtin e madh, atëherë duhet të marrin një sasi më të madhe të ujit. Kjo vlen edhe për personat me sëmundje kronike, të cilat duhet të kemi parasysh dhe persona të cilat kanë sëmundje të zemrës dhe të veshkave, ata duhet të marrin një sasi të konsiderueshme të ujit në mënyrë që t'i parandalojnë edhe komplikimet e mundshme që mund t'i kenë gjatë kësaj periudhe. E dim që gjatë kësaj kohe të verës kemi edhe helmime të shumta, ashtu po themi kemi raste të ndryshme në përqendrat klinike universitare të Kosovës, por edhe tjera pjesë të Kosovës që po shkojnë në QKUK që ta kontrollojnë veten. Sa është e nevojshme që të rrim gati ushqimeve që ne i konsumojmë? Duhet të kemi parasysh shumë gjëra gjatë periudhës së verës në mënyrë që të parandalojmë këto helmime të cilat janë të shumta gjatë kësaj periudhe. Së pari duhet të kemi kujdes në higjienën e ushqimeve, siç është periudha e verës dhe i nxehtit, pra është një terren shumë i përshtatshëm për rritjen e bakterieve. Prandaj marrja e ushqimeve të cilët kanë një nivel higjienik të duhur është shumë e rëndësishme gjatë kësaj periudhe. Mandej duhet të kemi kujdes për zgjedhjet e ushqimeve. Duhet për shembull jo ushqime të cilat prishen lehtë. Duhet të marrim ushqime të cilat
kanë një qëndrueshmëri më të gjatë, nuk duhet të hajmë ushqime të cilat nuk janë të ruajtura në frigorifer. Jo më shumë se 2 orë, nëse është larguar nga frigoriferi nuk duhet ta konsumojmë në mënyrë që t'i parandalojmë këto helmime për shkak të rritjes së bakterieve që mund të bëhet në to. Prandaj është shumë e rëndësishme përgjegjja e ushqimeve dhe rrujtja e tyre gjatë periudhës së verës në mënyrë që t'i parandalojmë këto helmime. Apo mendon që janë disa nga fast foodat që i hajnë ose nga ëmbëlsirat ose chipsat? Fast foodat mund të themi se janë një ndër faktorët kryesorë të cilët shfaqen helmime të ndryshme gjatë periudhës së verës, duke pasur parasysh pjesën e mishet, e cila pra ka një mënyrë të duhur të ruajtjes dhe duke pasur parasysh intensitetin e madh dhe kërkesat të shumta gjatë kësaj periudhe së verës për fast fooda, nuk dihet se sa mund të arrijnë ruajtjen e duhur të mishet, prandaj edhe rritja e këtyre bakterieve është shumë e madhe tek pjesa e mishet nëse nuk ruhet mirë dhe në këtë mënyrë ata do të jenë më efikase në pjesën e helmimeve. Do të kemi më shumë helmime nëse nuk kemi kujdes te kjo pjesa. Prandaj edhe fast foodet, ëmbëlsirat, pra edhe sheqere apo edhe chipsat që është kripa, kanë me ndiku shumë edhe në helmime të ndryshme të cilat mund të shfaqen gjatë kësaj periudhe. E përmendë kripën, sa është e rëndësishme që të largohemi nga kripa dhe nga sheqeri në këto kohë? Ashtu sikur se sheqeri, ashtu dhe kripa duhet të merren në një sasi të konsiderueshme dhe nuk duhet të teprohet as me njërin as me tjetrën. Për këtë arsye duhet të kemi kujdes shumë në konsumimin e kripës dhe sheqerit gjatë këtyre periudhave, jo vetëm gjatë këtyre periudhave, por gjatë tërë vitit, për shkak që në mënyrë që të mos të krijojmë varësi ndaj këtyre të dyjave. Varësia ndaj këtyre të dyjave pra ka me ndiku mandej në shfaqjen edhe problemeve të ndryshme shëndetësore, si për shembull marrja e madhe e sheqerave mund të shkaktojë mandej obeziteti mund të shkaktojë diabet, pandej sëmundje të zemrës, të veshkave, të tjera, por është e njëjta edhe tek krypa. Kështu që duhet të kemi parasysh dhe të mbajmë një balans të dyjave. Po sa i përket dietës, çfarë na këshillon për dietën? Dietat gjatë periudhës së verës, zakonisht nuk duhet që të mbajmë dieta strikte. Ajo nuk është diçka që ne e preferojmë asnjëherë, as verës, as dimrit apo as në ndonjë periudhë tjetër të vitit. Është e rëndësishme të mbahet një regjim i shëndetshëm ushqimor. Nëse ne mbajmë një regjim të shëndetshëm ushqimor, atëherë ai do të jetë të përshtatshme si për periudhën e verës, por edhe vazhdimin e saj gjatë periudhës tjetër të vitit. Kështu që një regjim ushqimor gjatë periudhës së verës do ta ndihmon të shumë që ta kalojmë edhe këtë pjesën e të nxehtit, por edhe mandej do të krijohet në një stil jetese të cilën ne mund ta vazhdojmë edhe tutje. Mirë po ne tash është edhe koha e pushimeve, kështu që ndonjëherë mund të bëjmë ndonjë lëshime, se nuk bëhet me që shtojmë nëse ne bëjmë disa lëshime, por gjithmonë duhet që të kemi atë balancën në mënyrë që të jemi sa më të shëndetshëm gjatë kësaj periudhe. Cilat janë disa nga rregulla, duke ditë pra që i përmend edhe pushimet, shkojnë në pushime, ata janë në dietë, dëshirojnë ta ndalin krejtësisht dietën ose të vazhdojnë edhe në mënyra të ndryshme? Jo, domosdoshmërisht duhet që ta ndalim dietën. Ne mund ta vazhdojmë dietën për shkak se dietat që krijohen nga profesionistët shëndetësor, ato janë dieta të cilat mund të themi se janë në regjim i duhur ushqimor, prandaj edhe gjatë periudhës së pushimeve ato mund të mbahen krejtësisht lehtësisht, për shkak se ato kanë me përmbajt perime të freskëta, të cilat ne mund të i gjejmë shumë lehtë dhe janë shumë të përshtatshme gjatë periudhës së verës, sidomos edhe në pjesën e pushimeve, është diçka që ne konsumojmë më shumë perime të freskëta, mandej janë frutat, proteinat e lehta, siç është mishi i bardhë, peshku, jogurti, vezat, të cilat ne mund t'i përdorim edhe gjatë kësaj periudhe. Mirë po, ajo që është e rëndësishme është që ne nuk duhet që të ndryshojmë numrin e vakteve të cilën ne kemi konsumuar edhe më parë, për shembull, nëse ne kemi konsumuar 3 vakte dhe 2 mesvakte, edhe atë duhet ta vazhdojmë edhe gjatë pushimeve që nëse ne dëshirojmë të ushqemi shëndetshëm, atëherë kjo është lehtësisht e bërë edhe gjatë periudhës së verës dhe gjatë pushimeve. Aty këtë mund ta bëjmë edhe ndonjë lëshim, të marrim ushqime të cilat neve na preferojmë, për shembull tash mund të jetë edhe akullore për shkak të periudhës së verës, ne mund të bëjmë lëshime, por gjithmonë duhet të kemi parasysh tek pjesa e balancës. Po, cilat janë disa nga rregullat që duhet t'i ndjekim nëse sëmuremi për shkak të ushqimeve? Duhet ndalohet marrja e atyre ushqimeve të cilat ne kemi marrë deri më tani, por ajo çfarë është e rëndësishme është që të bëhet kontrolle mjekësor. Pas kontrollet mjekësor, atëherë vazhdohet me pjesën e ushqimeve, duhet të merren ushqime të lehta dhe duhet të kemi kujdes tek pjesa e ushqimeve të cilat neve kanë ndikuar në helmim që të eliminohen dhe të largohen nga përditshmëria jonë, të kemi kujdes pak më shumë tek pjesa e higjienës, ndoshta edhe të merren ushqime të cilat përgatiten më shumë në shtëpi
shtëpe, në mënyrë që t'i largohemi pak pjesës helbimeve, për shkak se nëse kemi qenë në këtë gjendje një herë, atëherë djeshmëria është më e madhe dhe mund të na ushfaqet prapë, prandaj duhet kemi kujdes në pjesën e higjienës së ushqimit, në ruajtjen e ushqimit, madje edhe në përzgjedhjen e ushqimit. Duhet gjithmonë të kemi parasysh ushqimet cilat janë të shëndetshme, ushqimet e lehta gjatë periudhës së verës, sidomos tek ata persona që kanë përjetuar helmime, duhet të shkohet gradualisht duke ushtuar ushqimet e përditshme të cilat ata i kanë konsumuar. Sa është e rëndësishme të bën kontrollat me qenë se jemi edhe të helmuar ose që të mos përsëritet më kjo? Është e domosdoshme të bëhet kontrolli mjekësor nëse veç shfaqen shenjat e para të helmimit, siç mund të janë pra vjellje, diare, plagështi apo edhe shenjat e tjera, është e domosdoshme që të bëhet kontrolli mjekësor për shkak se ato duhet të menaxhohen dhe të mos lejohet rritja apo shfaqja e më shumë këtyre simptomave, prandaj është shumë e rëndësishme kontrolli mjekësor, por gjithmonë në atë kontroll mjekësor duhet kemi parasysh edhe pjesën e ushqimit, siç thash, pra duhet të zgjedhen ushqimet të cilat janë të lehta dhe lehtë të përballueshme gjatë kësaj periudhe. Të ndalemi pak edhe tek fëmijët. E dim që oriksi i tyre gjatë verës është pak më ngadalë, pak janë më të lodhur, si duhet t'ia bëjmë prindërit që të kujdesen për fëmijët e tyre? Tek fëmijët, oreksi është sfidë, mund të themi gjatë tërë periudhës së vitit të shumica fëmijëve, mirë po gjatë verës është një sfidë shumë e madhe për prindërit, për shkak se nxehti i madh ka më ndikuar në uljen e oreksit të këta fëmijë dhe domethënë që ata nuk kanë më marr sasinë e duhur të ushqimeve të cilën ata duhet që ta marrin. Prandaj është gjithmonë e rëndësishme që këta fëmijë të ushqehen shpesh dhe nga pak. Nuk duhet që t'ju japim sasi të madhe të ushqimit për një herë, por duhet në sasi të vogël për disa herë. Çdo 2-3 orë që t'ju ofrohet një sasi e ushqimit në mënyrë që ata t'i marrin sasinë e duhur që atyre ju nevojitet. Përveç kësaj që është e rëndësishme edhe koha cilën ne i japim ushqimet, është e rëndësishme edhe për zgjedhja e ushqimeve. Duhet që t'i japim ushqimet të cilat janë më të shëndetshme, siç janë perimet, frutat, proteinat, lehta si sa është mishi i bardh, peshku. Mirë po shumica e fëmijëve gjatë kësaj periudhe preferojnë ushqime të cilat janë jo shumë të mira, siç janë për shembull ëmbëlsirat, ku përfshin edhe akullore, chipsat edhe këto, dhe këta për fëmijët të cilët konsumojnë këto ushqime priren që të mos konsumojnë ushqime të shëndetshme. Prandaj ndoshta edhe përgatitja e akulloreve në shtëpi do të jetë një zgjidhje shumë ideale në mënyrë që ata t'i marrin edhe vlerat ushqyese prej frutave, mirë po edhe që të plotësojnë atë kënaqësinë emocionale cilën e kanë duke konsumuar një akullore. Po edhe te pjesa e chipsave është njëjtë, të bëjmë të improvizojmë dhe t'i përgatisim në shtëpi në mënyrë që ata të kënaqen ka pjesa e ushqimeve, por edhe të marrin vlerat ushqyese prej ushqimeve cilat ata kanë me i përdorë. A mendon që ndikojnë edhe aktivitetet fizike gjatë tërë kohës që janë duke luajtur në oborr ose në park që të lodhen dhe të ndjen më të lodhur? Sigurisht, prandaj është shumë e rëndësishme që të mos dalin dhe të mos i lejojnë fëmijët në atë periudhën e prej orës 11:30, 12 deri në ora 4-5 të dalin jashtë dhe të kenë aktivitet, ndoshta mund të bëjnë ndonjë lojë brenda në shtëpi, por jo në atë nxehtën e madh për shkak se ai ka më ndikuar plagështi, në ulje të rreksit dhe mandej ata nuk do të ndihen mirë gjatë tërë ditës apo edhe gjatë tërë javës, muajit apo gjatë tërë periudhës së vitit. Janë disa rregulla të cilat duhet të kemi parasysh tek fëmijët, pra siç mos dalja në diell në temperatura të larta, mandej marrja e duhur e ushqimeve të shëndetshme, hidratimi i cili luan një rol shumë të rëndësishme tek fëmijët, duhet të merret një sasi e konsiderueshme e ujit, sidomos ata fëmijë të cilët janë shumë aktiv, duhet të rritet edhe sasia e ujit, duhet të insistojmë tërkohën që ata të marrin ujë për shkak se ata nuk marrin sasi të madhe të ujit, më shumë preferojnë ndoshta lëngje apo ushqime pije të cilat kanë sheqer, mirë po ne duhet të insistojmë tërkohën që të marrin një sasi të konsiderueshme të ujit në mënyrë që të mos lejojmë dehidratimin e tyre. Kemi edhe personat që kanë mungesë të vitaminës D. Sa i këshillon këta persona që të dalin në diell dhe ta marrin vitaminën D duke qenë se është e nevojshme për ta? Gjatë periudhës së verës mund të themi se vitamina D të shumica e personave do të rritet për shkak se ekspozimi ndaj diellit dashtëm apo s'dashtëm ne do ta kemi atë ekspozim të diellit. Ndoshta jo atë periudhën 12-4, mirë po në pjesën e mëngjesit apo në pjesën e mbrëmjes prapë do të merret një sasi prej vitaminës D prej diellit, prandaj është e rëndësishme që të dalin në diell, mirë po duhet të kemi parasysh kohën kur ata duhet të dalin në diell. Duhet të evitohen sidomos tek pjesa të moshave të shtyera, tek fëmijët, të mos dalin në periudhën kur kemi një
ekspozim të madh ndaj diellit apo një rrezë të mëdha të diellit, por duhet që të dalin gjatë periudhës së mëngjesit apo gjatë periudhës nga mbrëmja deri dhe të marrin sasinë e duhur të vitaminës D prej diellit. Kemi edhe gratë shtazën pajlan anash edhe ato, pra e kanë sfidë shumë të madhe gjatë kohës së verës, çfarë i këshillon ato duke ditur se kanë probleme dhe ushqimin, po edhe gjana tjera. Gjatë periudhës verës, gratë shtazëna kanë sfidën më të madhe për sa i përket pjesës ushqimeve, për shkak se edhe nxehti i madh do të ndikojë edhe ndoshta edhe në rritjen e simptomave të vjelljes, plagështisë apo edhe lodhjes së grave shtazëna, prandaj shumë e rëndësishme që dhe ato të ushqejnë shëndetshëm, domethënë përveç që duhet të marrin ushqime të shëndetshme të ruajnë shëndetin e tyre, ato kanë një përgjegjësi më shumë është edhe fëmia, të cilën ata e mbajnë dhe në këtë rast duhet të kemi shumë kujdes në përgjithësinë e ushqimeve në mënyrë që të marrin të gjitha vlerat ushqyese dhe të kemi një rritje të shëndetshme dhe të frytit apo të fëmijës të gratë shtazëna. Prandaj përveç se është në përgjithësi shëndeti i tyre është kanë përgjegjësi edhe shëndetin e fëmijëve, prandaj edhe përzgjedhja e ushqimeve është shumë e rëndësishme. Siç thash edhe më herët, perimet, frutat janë shumë Këto janë disa nga rregullat që ne duhet të kemi sepse sallata të ndryshme përgatiten më lehtë, nuk mund të gjejmë arsye, jo nuk mund ta gjejmë në treg, jo kështu, por gjatë periudhës së verës i kemi të gjitha të disponueshme dhe vetëm duhet të kemi vullnetin që ato t'i marrim. A ka ndonjë neutralitet të personave me sëmundje kronike ose sëmundje tjetër që duhet të balancojnë ushqimin ose ta kenë vaktet e tyre me kohë? Personat me sëmundje kronike kanë të domosdoshme marrjen e ushqimeve me kohë. Ato përveç ne që jemi më të shëndetshëm, ne ashtu kështu e kemi obligim, mirë po personat me sëmundje kronike kanë të domosdoshme në mënyrë që ta ruajnë shëndetin e tyre të përgjithshëm. Të menaxhimin e sëmundjeve është shumë e rëndësishme të merren vaktet ushqimore në kohë të duhur dhe në sasi të duhur dhe me cilësinë e duhur. Këta persona kanë një lloj diete të veçantë cilën ata e mbajnë, varësisht prej sëmundjes cilës e kanë, varësisht prej gjendjes shëndetësore cilës e kanë, dhe është e domosdoshme që dhe gjatë periudhës së verës që të mbahet tamam qysh ata e kanë të përshkruar nga profesionistë shëndetësor në mënyrë që të parandalohen komplikime të ndryshme, për shkak se nëse ata nuk e mbajnë, atëherë edhe komplikimet mund të shfaqen tani ose më vonë dhe të kenë pasoja për shëndetin. Kemi edhe persona që dëshirojnë të duken bukur sa shkojnë edhe në plazh. Kemi ata persona që mbajnë veten me dietë apo me një regjim apo edhe shkojnë ta ngushtojnë luktin. Cilën e preferon ti më shumë ose cila është më e duhura për ta? Varësisht prej gjendjes personit, zgjedhet edhe metoda të cilën ata duhet ta mbajnë që të duken bukur. Kemi persona, për shembull, janë disa kritere që duhet të plotësohen për ngushtimin e luktit. Nuk munden të gjithë personat që ta bëjnë ngushtimin e luktit. Prandaj bëhet vlerësimi nga profesionisti shëndetësor dhe nëse nuk i arrin kriteret për ngushtimin e luktit, vazhdohet me një regjim ushqimor, bëhet një regjim ushqimor, një aktivitet fizik dhe arrihet pesha të cilën ata e dojnë. Mirë po kemi persona që janë obez të shkallës së tretë dhe të këta mbajtja e dietave mund të themi se ata kanë mbajtur një jetë të tërë dieta dhe janë lodhur prej tyre dhe nuk kanë pasur sukses, prandaj edhe ngushtimi i luktit tani është edhe një metodë të cilën ne mund ta shfrytëzojmë edhe që të arrijmë tek pesha të cilën ne po e dëshirojmë. Sa është e preferueshme kjo të bëhet edhe tek moshat e reja, se ka dhe moshat e reja që e bëjnë, por edhe tek moshat më të vjetra? Moshat e reja është një lloj, janë disa kritere që duhet të plotësohen. Këto bëhen së bashku me kirurgun edhe me profesionistë të tjerë shëndetësor dhe vlerësohet nëse personi i plotëson të gjitha kushtet për ta bërë ngushtimin e luktit. Siç thashë më herët, ju të gjithë mund ta bëjnë. Janë disa kritere siç janë mosha, janë shkalla e obezitetit, sëmundje të ndryshme të cilat mund të kenë personet cilët pra ne duhet që të plotësojmë që të bëhet ngushtimi i luktit. Mirë po me mosha të shtyera mund të themi se varësisht për gjendjes së tyre shëndetësore. Për shembull, kemi raste kur kemi probleme me yndyrën, me diabetin, kemi probleme me eshtrat, me shtyllën kurrizore, kemi probleme të ndryshme të cilat pra kanë marrë si pasojë e obezitetit, prandaj tek ta mund të themi që zgjidhja e duhur është edhe ngushtimi i luktit, pasi që do të kenë një kualitet më të mirë të jetesës. Sa është e rëndësishme që njerëzit t'ju largojnë yndyrnave, sheqernave ose gjërave të tjera që çojnë në dëm shëndetin e tyre?
është shumë e rëndësishme. Nëse ne dëshirojmë të jemi të shëndetshëm dhe të jetojmë më gjatë, atëherë duhet kemi kujdes më shumë në pjesën e ushqimit. Duhet të bëjmë një përzgjedhje të ushqimeve, për shembull është tek pjesa e sheqerave apo karbohidrateve, duhet të mirën karbohidratet të cilat janë të shëndetshme dhe jo ato jo sheqeri i shtuar, të them të drejtën, jo sheqeri i shtuar, apo sheqeri i bardhë, cilin e përdorim në ëmbëlsira, në kafe apo kudo tjetër, atë duhet ta largojmë. Tek pjesa e yndyrnave duhet të largohen yndyrnat e këqija që konsiderohen dhe të merren më shumë yndyrna të shëndetshme, por edhe tek proteinat duhet të merret sasia e duhur e proteinave dhe të bëhet një balans i këtyre dhe të kemi pra një jetë më të shëndetshme tutje. Doktorish, i kemi ata persona që hajnë ushqim domethënë mas orës 10 ose 11 apo edhe pas orës 12. Sa është e rrezikshme kjo për shëndetin e tyre, duke ditur që kanë shumë qejf në atë kohë? Të them të drejtën, trupi nuk është që e di sa është ora kur ne konsumojmë ushqimin, mirë po që është rëndësishme është që në qoftë se ne hajmë ushqim 1 ose 2 orë përpara gjumit, gjatë periudhës së gjumit trupi do të kalojë në një gjendje qetësie, do të kemi metabolizmi do të punojë, por do të punojë më ngadalë, nuk është njëjtë sikurse gjatë ditës që kemi aktivitet fizik, prandaj edhe marrja e ushqimeve afër periudhës së gjumit mund të ndikojë në ngadalësim të metabolizmit që mund të shfaqë mandej edhe lodhje, plagështi, edhe shtim ndoshta të peshës varësisht prej kalorive që ka konsumuar gjatë ditës. Nëse ai ka marrë kaloritë e dhura gjatë ditës dhe merr plus ushqim tjetër në periudhën 12-1 natës, atëherë normalisht që marrja një sasie më të madhe të kalorive ka me ndiku në shtimin e peshës dhe mandej edhe në shfaqjen edhe problemeve të tjera shëndetësore të cilat mundet më ardhë. Cilat janë disa nga këshillat e tua për një verë sa më të lehtë, sa më të rehatshme që të ndjehen edhe më mirë? Ushqimi i shëndetshëm. Marrja e ushqimeve të shëndetshme, siç thash edhe më herët, frutat, perimet, proteinat e lehta. Hidratimi i duhur, të merret një sasi e konsiderueshme uje në mënyrë që të ndalojmë dehidratimin, por edhe një aktivitet fizik i lehtë. Çfarë do qoftë ai, duhet që të lëvizim, jo të rrim, normal jo të dalim në temperatura të larta, mirë po tek pjesa e mëngjesit apo tek pjesa e mbrëmjes, në mënyrë që të mbajmë trupin të shëndetshëm dhe të parandalojmë komplikimet që munden më u shfaq më vonë. Doktoresh, falenderoj shumë për krejt këto informacione dhe këshilla që i dhe për shikuesit tanë. Faleminderit shumë për ftesën. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisioni, shihem në javën tjetër. Natën e mirë dhe mirupafshim.